Doli drita dhe shi. Doli drita. Ska zgjan gisht. Може поїсти, може присісти. Kjo është pika e parë e pritjes së refugjatëve që vinë nga Ukraina në drejtim të Polonisë dhe në pas të Europës perëndimore. Praktikisht, kufiri është diku tek 7 kilometra larg, pjesa më e madhe e tyre vinë në këmbë, ndërsa tjerët me çdo lloj mjeti që gjenden. Nga kjo zonë këtu, që është po e quajmë qendra e parë më e madhe e banuar e Polonisë, ata shpërndahen me trena në drejtim Varshavës dhe pikave të tjera të Europës perëndimore, ndërkohë që brenda Merkatës është krijuar një kamp për disa qindra njerëz, ndoshta edhe mira, të cilët qëndrojnë aty gjithë natën deri në momentin e mbritjes. Ja duke mbritur një tjetër autobus që po sjell nga kufiri pjesën e refugjatëve që po kalojnë nga momenti në moment. Numri i tyre ka arritur gjysmë milionin poloni. Acioni ku këtej nga ana e Polonisë? Jo, nga Polonia. Polonia sepse nga Ukraina dojmë nesër. Është shumë e vështirë Ukraina. Po nuk e ke iden sa keq është situata. Me kjo pjesa humanitare, se pjesë të tjera këtu lufte kështu gjë s'ka, është qetësi absolute. Thjesht për të parë. Unë edhe pak dritën, s'ka gjë, unë edhe pak, se ka vetë iPhone-i që rregullon. Jo, nuk ka lidhje me iPhone-in, ka lidhje me kamerën. Plen. Ja mira me. Gjojçi. Mbëllir plen. Vetëm të nxjerr figurën. Po të kam nxjerr, dëgjoj mos e xho Ramën se Rama të shef të djegur për tjera arsye, por në transmetim nuk je. Se do fiksohet. Thuaj atë një mos thuaj. Po jo më ta dëgjoj dhe Rama, mos e fikso. Nuk është i djegur Blendi në transmetim. O kasmo leja të më nxjerr figurën përpara se nuk kam figurën. O Didi. O Blend, a je sigur që ke internet dhe këtë telefon? Me Skype. Ata Skype, se kam frikë se... Marri me Skype. Po të marri me Skype, po të marri qik me Skype. Bjeri me Skype, bjeri. Ke kujt Skype? A më the mu moderoj ti? Skype-in e kë. Po dështova të kam lënë ty e ke Tinder. Që ti ke dështuar se i djegur e ti, si duke shë bërë? Jo. E, mos ma bëj fiksim të një. Që ta në brama të një pasë? 3 sekonda! Pyllëm gjitha, ngrëm supën e refugjatëve, ja hoqim 2 pjata supë refugjatëve. Si ishte supa, man? Ha? Si ishte supa? Do të ishte shumë mirë. Po të në të kishë më mërë në gjë, edhe që më këti që gjumë. Më në që mëra dhe kufja. Edhe në zjasë të Mirela, unë mëra kufja e majtë. Can we be back normally later?
Thank you. Kjo është pika e kalimit kufitar midis Polonisë dhe Ukrainës, pjesa ukrainase. Sapo kemi hyrë në territorin e Ukrainës duke në radhët e gjata të refugjatëve që vazhdojnë të vinë. Në anën tjetër janë makinat, ndërsa në këtë anë janë vetëm këmbësorët. Nuk e di nëse kamera e shet të plot, pra po shihni, rradha është me kilometra e gjatë. Pra është një radhë prej kilometrash e gjatë, shumë janë fëmijë, shihni edhe me karroca fëmijë. Ну ничего, она сейчас... Kufiri, Ukrainë, Poloni, pjesa ukrainase. Bogdan. Okay. Only go. One people. 150. To go there. Yes. Background. Traffic. One day. Prap Ostoblok. Поверните налево на дорогу Котикова. Është gjithë rruga e mbushur me ostobloqe. Ja dhe Lvivi në sfond, katedralja një minutë se s'po në lënë makinat. Është trafiku i tmerrshëm për të hyrë në qytet. Ja dhe Lvivi. Lvivi, qendra e qytetit. S'duket të ketë fare situatë lufte. Ky është Lvivi, praktikisht qyteti më i madh i Ukrainës perëndimore, është qendra e tij, është një prej qyteteve historik të Ukrainës dhe pasuri e UNESCO-s. Sot Lvivi është ndoshta zona më e sigurt e Ukrainës për arsye se ndodhet pak larg nga zonat e luftës dhe rreth 80 kilometra nga kufiri me Poloninë. Është qyteti ku janë përqendruar ambasadat dhe një pjesë e rëndësishme e institucioneve për arsye sigurie. Jeta në qytet duket e qetë edhe pse mbritja deri këtu është shumë e vështirë. Që prej kufirit polak deri këtu 80 kilometrat bëhen për rreth 3 orë për arsye të checkpointëve shumë të intensifikuar të policisë dhe forcave speciale ukrainase, checkpointe jo thjesht për të kontrolluar dokumentat, po të pajisura me mbrojtje antitanke, pra me pengesa antitanke dhe njëkohësisht me thas me rër për mbrojtjen e qytetit. Janë shumë intensiv, thuajse në çdo 1-2 kilometra në afërsi të qytetit dhe 10 kilometra në jashtë ka fortifikime shumë të mëdha që po vazhdojnë, ka shumë pajisje që po dërgohen kryesisht për të penguar avancimin e tankeve, ndërsa pjesa tjetër e qytetit
duket krejtësisht e qetë. Pra është jeta që ju po shihni këtu. Nuk ka në një lloj alarmi, nuk ka sirena, nuk ka asgjë që të kujtoj luftën, edhe pse lufta është parepran, pra disa në qytetin e Lvivit sot luftohet në Ukrainë, në Kharkov, në zonën e Odesës, në Mariupol, ndërsa Lvivi është qyteti i madh më i qetë i Ukrainës për momentin. Edhe pse me tensionin e një vendi që prej ditës 9 ndodhet në luftë. Përshëndetje nga Lvivi, qendra e Ukrainës perëndimore. Në qendër të Lvivit janë 3 herojtë e Ukrainës. Personi që u hodh në erë bashkë me urën, ushtarët që rezistuan në ishull, piloti misterioz dhe në krah tyre janë Beatlesat. Qendra e Lvivit, Ukrainë, qetësi absolute.